çmimi I naftës jo vetëm që është rritur, por parashikohet që të rritet edhe më tutje. Për këtë arsye ne kemi vendosur në lëvizje bordin e transparencës, çka e kemi përdorur siç mund ta mbani mend edhe më parë, dhe po ashtu kemi marrë edhe një vendim që për çdo ditë kur çmimi do të kërcej mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Deri tani nuk shikojmë impakt në të tjera çmime, por fatmirësisht jemi në kushtet kur kemi një borxh dhe një deficit jo vetëm nën kontroll, por edhe goxha të ulët, që na mundson pikërisht që në momente të tilla të kemi edhe një hapësirë në dispozicion për të mos lënë vetëm askënd duke pasur parasysh në radhë parë ata që janë më në nevojë. Dhe në ndërkohë, për të adresuar edhe një herë çdo diskutim legjitim edhe çdo propozim që vjen nga rrugë të ndryshme në Mexhelisin publik, ne këtu në këtë fazë që nuk e di askush sa do zgjas, në radhë të parë kemi në vëmendje pensionistët dhe nuk do të bëjmë asgjë që nuk do të shkojë për të siguruar ata për spaj. Këtu do ta dinë që të gjithë. Sepse në fund të ditës, nëse çmimet impaktohen, pensionistët janë ata që e vuajnë më shumë se sa të tjerët impaktin mbi çmimet. Nga ana tjetër, kemi deklaruar më parë dhe tani jemi në një fazë të avancuar të formësimit të një entiteti shtetëror I cili do të ndërhyjë në tregun e naftës, një entitet shtetëror që do të krijohet së shpejti, është duke u punuar për këtë dhe që do të marrë përsipër një veprimtari që do të shkojë nga garantimi I rezervës shtetërore tek monitorimi I vazhdueshëm I tregut dhe patjetër edhe tek sigurimi I furnizimit për të mos lejuar asnjë spekulim me çmimet. Në ndërkohë që jemi në fund të një procesi që do të materializohet, besojmë, në muajt, 1 apo 2 muajt në vijim, për të futur 2 komponentë të ri në monitorimin e tregut naftës, që do të sjellin, jemi të bindur, rezultate të shpejta edhe në aspektin e evazionit dhe të kontrabandës së naftës, e cila vazhdon të jetë prezente në sektor. Njëri është produkti I kompanisë publike Alp Trace për një ngjyrim të një niveli krejt tjetër të naftës, dhe tjetri është një tjetër produkt I kompanisë Alp Trace për ndjekjen në kohë reale të gjithë qarkullimit të naftës tranzit.
Këto janë dy pika ku kemi dobësi në përballjen me fenomenet që thash më parë. Jemi besimplot që plani i ri që ka këto komponent që prezantova në mënyrë shumë të përgjithshme, do të na jap në fund të këtij viti një pasqyrë kuptim plot të rritjes së të ardhurave për pensionistët, për pagat, për investimet dhe patjetër edhe të një balancimi të çmimit, gjithmonë duke pasur parasysh çmimin jashtë kornizës së krizës, sepse në kornizën e krizës askush, asnjë vend nuk e ka të mundur që ta bëjë të padukshme krizën në pompën e naftës. Jemi këtu për të nisur një proces i cili është i proces i kombinuar i komunikimit intensiv të Partisë Socialiste në të gjithë territorin, së bashku me riorganizimin tërësor të Partisë Socialiste, si domosdoshmëri për vetë procesin zgjedhor në organizatat socialiste në funksion të zgjedhjeve vendore të vitit 2027. Siç kemi bërë në të shkuarën, edhe sot ne hymë në fazën tjetër të punës sonë për zgjedhjet e ardhshme, të cilat duke u nisur edhe nga analizat e bëra, duke u nisur edhe nga forcat që do të kemi kapacitetin të disponojmë në terren, kemi të gjitha arsyet të besojmë se do të jenë me një rezultat edhe më të mirë sa zgjedhjet e shkuara. Dhe në këtë aspekt është shumë e rëndësishme që procesi të jetë një proces i hapur, të jetë një proces me njerëzit, përtej guackës së organizatave të Partisë Socialiste, ku pa diskutim do të hymë për të bërë të gjitha gjërat e nevojshme që organizatat të dalin të energjizuara nga procesi i brendshëm zgjedhor, dhe me njerëzit dhe për njerëzit do të thotë edhe një përballje në të gjithë territorin me të gjitha të vërtetat tona për punët për Shqipërinë. Është shumë e rëndësishme që të adresojmë tema të cilat marrin rëndom drejtime të paditura, nëse lihen në rrjedhën e lirë të furnizimit dhe të vëlimit të 700 tenxhereve politike dhe mediatike. Duke filluar nga tema e drejtësisë, e cila është një temë ku askush dhe për asnjë arsye nuk mund dot të na vërë në diskutim leadershipin si forcë politike, vullnetin si shumicë qeverisëse dhe vendosmërinë si trup udhëheqëse e Shqipërisë në raport me gjithçka që ka ardhur pas kalimit të reformës në drejtësi dhe gjithçka që presim të vijë më tej. Ne kemi bërë atë që nuk e ka bërë askush, dhe jo vetëm nuk e ka bërë askush, por nuk e ka marrë guximin ta parafytyroj askush përpara se sa ne të merrnim mandatin e parë. Kemi hapur një shteg historik për drejtësinë dhe e kemi hapur duke u tërhequr plotësisht nga territori i pushtetit gjyqësor. Sot askush nuk mund të tregojë me fakte, se me fjalë, me spekulime, me
qëllime të liga gjithkush mund ta thotë. Por me fakte askush nuk mund të tregojë se ku lidhet dhe si lidhet pushteti politik dhe pushteti ekzekutiv së bashku me legjislativin si shprehje e pushtetit politik me të gjithë proceset e brendshme në sistemin e drejtësisë që kanë të bëjnë me promovimet, që kanë të bëjnë me emërimet, që kanë të bëjnë me inspektimet, që kanë të bëjnë me shkarkimet. Ky është fakt. Ne nuk kemi asnjë pushtet me kapacitetin për të ndërhyrë në këtë zinxhir. Dhe nëse nuk ke kapacitet të ndërhysh në këtë zinxhir, siç ka ndodhur në të gjithë historinë përpara se sa ne të merrem përsipër këtë qasje rrënjësisht të re, atëherë nuk ke se si të kesh, e lërë pastaj të akuzohesh për kontroll mbi pushtetin gjyqësor. Faktikisht, sot mund të thuhet gjithçka dhe thuhet gjithçka për çdo gjë, normal, por askush nuk mund të jap fakte për mungesën e pavarësisë së drejtësisë. Drejtësia sot është e pavarur dhe kjo është pak, patjetër që është pak, se një drejtësi e pavarur nuk është e mjaftueshme për të garantuar një demokraci funksionale dhe një shtet të së drejtës, pasi drejtësia duhet të jetë e pavarur, duhet të jetë e paanshme, duhet të jetë dhe profesionale, dhe në këto të tjerat ka shumë për të bërë akoma, aq më tepër që drejtësia jon është pavarësuar në një shtrat të përgjakur dhe të ndyrë. Në shtratin e përgjakur dhe të ndyrë të drejtësisë që për 100 e kusur vite nuk ka qenë kurrë as e lirë, as e pavarur. E paanshme, jo. Kështu që prandaj shumë çka që nuk shkon, më vjen keq ta them për ata që e kërkojnë nga ne, dhe më vjen mirë ta them për ata që na akuzojnë ne, nuk ka të bëjë fare me ne. Sepse ne e kemi dorëzuar shpatën e pushtetit gjyqësor tek pushteti gjyqësor. Ne kemi qeverinë e vendit, por nuk kemi qeverinë e sistemit drejtësisë. Qeveria e sistemit drejtësisë është e mirë përcaktuar në gjithë arkitekturën e re të sistemit dhe përbëhet nga këshillat e gjyqësorit, këshillat e prokurorisë, inspektoriati i lartë i drejtësisë, inspektori, më saktë, dhe në këtë drejtim ne jemi këtu vetëm për të bërë durim të madh, durim strategjik në funksion të gjithë vizionit tonë për transformimin e drejtësisë. Nuk kemi pasur ndonjëherë, të paktën unë jo, por edhe të tjerë me të cilët i kam ndarë këto çështje lidhur me këtë temë qysh në kryet herës, iluzionin që gjithçka do të funksiononte sahat në një kohë kaq të shkurtër. As iluzionin që gjërat nuk do të shkonin siç normalisht duhet shkojnë, se s'kan si shkojnë ndryshe, kur ngrihen institucione të reja. Kështu që institucionet demokratike
ndryshe nga fëmijët, nuk rriten aq shpejt. Një fëmijë i duhen 20 vjet nga bebe, po le të themi 18 nga bebe për të bërë zgjedhës dhe për të qenë plotësisht përgjegjës para ligjit. Institucioneve i duhen shumë më tepër dhe shteteve i duhen shumë më tepër. Nëse reforma në drejtësi dhe pavarësimi i drejtësisë do të ishte bërë 35 vjet përpara, sot do ishim duke folur gjëra krejt tjera. Dhe sot ne, frymëzuesit, mbështetësit, udhëheqësit e reformës drejtësi, jo vetëm që flasim gjëra të tjera nga ato që mund të flisnim nëse reforma do ishte bërë 35 vite më parë, por jemi detyruar të dëgjojmë edhe shumë gjëra të cilat absolutisht nuk na takojnë. Megjithatë, një gjë dua ta përsëris, fjala e mençur e fqinjve tanë nga ana tjetër e Adriatikut që kanë parë shumë dhe kanë parë shumë përpara nesh, shumë çka që ne e shohim sot, që thot bebja nuk mund të hidhet kur poshtë bashkë me ujin e pist, duhet të na udhëheq në të gjithë këtë rrugë, ku durimi ynë duhet të jetë heroik, përballë gjithë llumit që na vjen nga të katër anët, lidhur me diçka për të cilën nuk kam asnjë dyshim. Historia do të mbaj mend vetëm një emër, Partinë Socialiste të Shqipërisë. Do të mbaj mend vetëm një kohë, këtë kohë të reformës dhe të pavarësimit drejtësisë. Të gjitha të tjerat do t'i marrë era. Por në ndërkohë ne jemi në këtë kohë, ne jemi Partia Socialiste e Shqipërisë dhe duhet vazhdojmë të përballemi me llumin që vjen nga të katër anët drejt nesh, me gjithë farë akuzash dhe me gjithë farë shprehjesh të barbarisë që karakterizon një periudhë kur demokracia është ende një qenie në formim e sipër dhe jo plotësisht e formuar. Në ndërkohë, tjetra që është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë ta komunikojmë me publikun, ta komunikojmë me njerëzit pasi nuk është një çështje teknike. Ne, e tha kryetari i Kuvendit në fjalën e tij, e ngritëm çështjen e antarësimit në Bashkimin Evropian në një çështje mesnesh dhe atyre që kishim nga mbrapa. Them nga mbrapa se ne përballë, siç edhe juve jeni në dieni, nuk kemi kënd. Ne përballë kemi vetëm të ardhmen dhe vetveten. Po me ata që kishim nga mbrapa dhe që pretendonin që do na kapnin këmbët dhe do na rrëzonin, ne vendosëm këtë vijë. Dhe tani është shumë e bukur se si është kthyer përmbys historia. Deri dje, ata dilnin kudo dhe thoshin, kjo është imagjinare, kjo s'ka për ndodhur kurrë. Kjo është lojë e radhës, e Edi Ramës për t'ju treguar pasaportën europiane dhe për t'ju shkëputur nga problemet reale. Dhe pa pritur, përpara disa javësh, u turën të gjithë nëpër ekranet dhe u hodhën të gjithë nëpër tenxhere, duke thënë sa po ishim te dera na e prishën. Ne do të thënë, sa po hym, na e hodhën erë. Madje, më ka bërë shumë përshtypje dhe është gjuna që ata njerëz që i ofrohen publikut si analist
nuk merren me pagë jo në të zezë, si që marrin pjesën më të madhe të pagës, po me një pagë goxha të madhe në të gjitha emisionet humoristike. Se ata janë realisht humoristët më të jashtëzakonshëm që unë kam parë në të vend, pasi i thonë seriozisht gjitha ato që thonë.